Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Liljen për të hedhur pak vëmendjen dhe fokusin tek Mateo dhe tek Brikena. Në fakt një pyetje provokative që erdhi nga Eriola Doçi, e cila njihet për këto pyetjet pikante, ishte pyetja kundërdrejt Mateos se si është ta ndash skenën me Ishin, dhe Mateo tha e sheh vet. Tani gjatë pyetjeve kur bëhen për Mateon, do me thënë produksioni shumë profesional i televizionit Top Channel për të kapur lajmin. Këtë gjën e kanë dhe këto kamermanët janë sinqerisht ylla, llokum në gojë. Në momentin që u pyet kjo pyetja, kamera u fokusua më njëherë te Brikena. Po Brikena përballë vetes ka një ekran dhe e shikon veten e saj. Do me thënë në prapas sken kanë ekrane që e shohin veten se si dalin, si qëndrojnë. Dhe e shikoj që Brikena çdo herë e kupton se kur është në fokus dhe nuk bën mimika, por e shoh që nuk ndjehet mirë. Do të thonë kur bëhen këto pyetjet nuk ndjen mirë. Ndërsa Mateo më ka rikthyer në ato ditët e para të Big Brotherit kur hyri, realisht do të thënë ka të njëjta qëndrime që ka preferenca për Brikenën, ka pëlqime për Brikenën, ka ndjesi për Brikenën, por është Brikena ajo, me aq sa unë arrit ta kuptoj, që është duke mbajtur inate, që është duke mbajtur qëndrime kundër drejt Mateos. Dhe ajo ka përzgjedhur që të jetë në këtë spektakël, sepse normalisht si Mateo dhe Brikena kanë interesin e tyre që të jenë në spektakël në televizionin Top Channel. Fundja fundit qëllimi i tyre në Big Brother kur hyn ishte kjo, që të zënë pozicione, nuk hyn ato për gjëra të tjera. Tash gjërat e tjera janë bonus gjatë rrugës në këtë spektakël. Dhe Mateo e shoh që dëshiron përsëri të krijojë një linjë komunikimi, dëshiron përsëri të krijojë një urë komunikimi, por nuk është më ai Mateo i cili ishte në fillim në Big Brother që tentonte, por atë tentimin e tij e ka me qetësi. Unë mendoj që në Top Arena po zhvillohet një Big Brother paralel, do të thoni pse? Sepse këto janë rikthyer përsëri në pikën e tyre zero. Që nga fillimi që ishin përsëri janë rikthyer aty, të paktën kështu unë e shoh. Do me thënë nëpërmjet ekranit, gjithmonë flas atë që shoh në ekran. Shoh një Brikena e cila është stativ në mendimet e saj, kështu do ta quaj, dhe nuk e përshëndet fare, por e shikon me bishtat e syrit, ashtu siç shikonte Mateo në Big Brother, dhe shoh një Mateo i cili përsëri do me thënë kur flitet për Brikenën, i buzëqeshën fytyra dhe dëshiron të ketë një rrugë komunikimi. Tani ndarja, kur flasim për ndarje, unë mendoj që mes këtij çiftit nuk ka ndarje, sepse ato që të dy e ndjejnë njëri tjetrin. Brikena po ta urrente Mateon dhe po të ishte një ndarje e vërtet me urrejtje, nuk do të bëhej pjesë e këtij spektakli, pa marrë parasysh se sa ofertë do të kishte, se do me thënë ndonjëherë nuk është paraja para dinjitetit ton. E dyta, po të kishte urrejtje nga ana e Mateos, Mateo nuk do të fliste me kënaqësi për Brikenën. Do të thënë shoh një situatë të krisur mes çiftit, por nuk shoh urrejtje në këtë mes. Dhe mendoj që gradualisht, pasi që janë çdo natë aty, Mateo dhe Brikena do të zbusin gjakrat e tyre. Kjo është ajo që unë shoh nëpërmjet ekranit.